çfarë po ndodh në Prishtinë me Razim, sepse lajmet që po na vinë po tregojnë që Kosova nuk po ja del dot që të krijojë një qeverinë. Tani dështoj përpjekja e zotit Kurti për të formuar qeverinë të dielën, ai doli para parlamentit, njerëzisht nuk ishte konsultuar, nuk kishte konsultuar me partitë opozitare dhe kjo pastaj shkaktoi atë që edhe u prit, do thotë zoti Kurti siguroi vetëm 56 vota të pamjaftueshme për të formuar qeverinë dhe është pak e habitshme sepse personalisht e kam ditur dhe në Prishtinë gjithë e kanë ditur që zoti Kurti nuk i ka 61 vota, por është pritur që ai qetë pak më transparent në kërkesën për atë që unë e quaj qeveritë pakicës. Ai praktikisht nuk e tha, por kërkoi qeveritë pakicës në parlament. Pra në terma tjerë, 6 deputet nga opozita pa hyrë në qeveri me zotin Kurti të mundsonin krijimin e një qeveria cila do të operonte për një kohë, mendoj deri në mars diku atje, për të kaluar buxhetin, pastaj ratifikimin e disa marrëveshjeve që kanë të bëjnë me diferim të mjeteve nga Bashkimi Evropian. Kjo nuk ndodhi sepse as zoti Kurti nuk i kishte kontaktuar opozitën. Ai e bëri mjerisht të kundërtën, doli para deputetëve, u kërkoi votën pa asnjë komunikim. Pastaj bëri edhe një gjë tjetër që ishte shumë e habitshme. Doli me premtim për rritje të pagave, rritje të pensioneve, shtesave sociale dhe të ngjashme. Dhe normalisht që opozita një gjë të tillë nuk do ta pranonte, sepse të kërkosh qeveritë pakicës ose vot nga opozita pa i ofruar asgjë dhe duke bërë fushat zgjedhore praktikisht përmes rritjes së pagave dhe të pensioneve, kjo ishte e habitshme, e çuditshme dhe nuk ishte do të thotë çudi që nuk kaloi fare ai propozimi i tij. Tani jemi në situatën kanë mbetur edhe 9 ditë. Edhe 9 ditë i ka në disponim presidentja për të vlerësuar nëse dikush ka shumicën, por tani është e qartë sepse si PDK-ja, si partia e dytë dhe LDK-ja si partia e tretë e kanë bërë të qartë që nuk e duan mandatin për formimin e qeverisë sepse nuk i kanë votat. Nuk i kanë votat, prandaj nuk e duan fare mandatin. Këtu është spekuluar shumë në opinionin se gjoja opozita synon qeverinë të bëjë me listën serbe, fakti që zoti Krasniqi dhe zoti Abdigji kur refuzuan mandatin tregon që kjo nuk ka qenë e vërtetë dhe nuk është e vërtetë dhe opozita nuk don të bëj qeveri me listën serbe, sepse po të donte tani e kishte rastin. Nëse do të bashkoheshin. Ndërkohë Kurti e ka akuzuar opozitën si kumargjie me dëgjova në një insert. Tani Kurti bën retorik të tillë të ashpër, e cila dhe ka sjellur Kosovën në këtë gjendje, për të qenë sinqert, edhe opozita nuk është më e butë në raport me Kurtin. Godasin edhe ata, nuk mund thuhet se njëra ose pala tjetër është mëndafsht e butë, ka retorik shumë të ashpër të ndërsjell, por desha ta potencoj këtë. 9 muaj është spekuluar se opozita synon të bëjë qeveri me listë përmes listës serbe. Kjo këto ditë u dëshmua që nuk është e vërtetë, sepse ata refuzuan mandatin. Po të donin, tani e kanë mundësinë që me listën serbe të bëjnë qeverinë. Po të bashkoheshin PDK-ja, LDK-ja dhe AAK-ja, bashkë me votat e nismës dhe të listës serbe kalojnë 61 vota, por u dëshmu që nuk është e vërtetë. Opozita kosovare nuk dëshiron të bëjë qeveri me listën serbe dhe ne tani jemi në një situatë, në një pat pozitë, me rrezik që Kosova të shkojë në 2 palë zgjedhje, siç tha Kurti dje. E kam një insert atë, po gjithsesi e diskutojmë në 2 palë zgjedhje. Kjo është absurdi dorë se vetë. Çfarë është kjo, zoti Koci, në 2 palë zgjedhje? Për ta sqaruar. 2 palë zgjedhje ka këtë kuptim, pra nëse nuk do të ketë, dhe është evidente që nuk do të ketë tani formim të qeverisë, dhe presidenti a shpallë zgjedhjet dhe që duhet të mbanë më së largu 40 ditë
dita e shpalljes, pra diku në mes të dhjetorit. Dhe zoti Kurti me drejt supozon që edhe pas zgjedhjeve të dhjetorit askush nuk do të mund të bëjë shumicën ose qeverin, dhe se kjo do ta çojë sërish Kosovën në zgjedhjen e mars të vitit ose prill të vitit tashëm, kur të vjen koha e zgjedhjes së presidentit ose presidentes së re. Pra në këtë llogari zoti Kurti thotë që Kosova mund të ballafaqohet me 2 palë zgjedhje në dhjetor dhe për shkak të paaftësisë për të bërë sërish qeveri, sërish në mars ose prill kur bëhet zgjedhja e presidentit ose presidentes. Po kjo niset nga një premis që zoti Kurti beson që rezultati i zgjedhjeve që fjala vjen që mund të realizohen në dhjetor do të jetë pak a shumë ky që është tani. Në fakt, e gjitha kjo që ka ndodhur deri tani me zotin Kurti, ai ka prodhuar kosto politike flas që të reflektohet nesër. Rëndi ke absolutisht të drejtë. Do të thotë te supozimi i zotit Kurti që do të shkohet edhe në zgjedhjen e pranverë, pra supozon faktin, vetëdijsimin, ndërgjegjësimin e tij që ai nuk do të arrijë të fitojë mbi 50% siç ka shpresuar në shkurt të këtij viti. Sepse po të ishte i bindur që do të fitojë mbi 50%, ai nuk do të thoshte se do shkojmë në zgjedhje në mars, ndonse është edhe një element që ndërrikon situatën në zgjedhjet eventuale të dhjetorit. Nuk mjaftojnë madje as 61 deputet ose 50% kësaj radhe, sepse për zgjedhjen e presidentes ose presidentit duhen 61 vota, por duhet gjithashtu prania në parlament e 80 deputetëve. Pra, çështja ndërlikohet edhe më shumë dhe bëhet pothuajse gati e pamundur që madje edhe pas zgjedhjeve të pranverës të ketë qeveri dhe president ose presidente të re, pa një marrëveshje politike ndërmjet partive të mëdha në Kosovë dhe marrë në tërësi, Kosova praktikisht është nisur drejt një kaosi institucional dhe blokade financiare. Nëse deri më 1 nëntor nuk dorëzohet në parlament projekt buxheti për vitin e ardhshëm, Kosova me shumë gjasë nga 1 janari mbetet pa buxhet dhe në kolaps financiar. Rrezikon, do më thonë që nëse nuk zgjidhet kjo. Ndërkohë, rolin e opozitës në këtë histori, zoti Kosi, si e vlerëson? A ka qenë luajale apo destruktive? Tani, unë nga shkurti, me njerë pas zgjedhjeve që u mbajtën atë votë, për mua ka qenë evidente që do të jetë vështirë të bëhet zgjedhja e qeverisë dhe e kam pritur këtë epilogë. E kam pritur pikërisht epilog. Pse? Zoti Kurti është evidente ka dashur të qeverisi vetë. Dhe prandaj kishte kërkuar 500.000 vota. Pra ai ka synuar që të qeverisi vetë me vetëvendosjen dhe me pakicat jo serbe. Kjo llogari nuk doli. Dhe pastaj kishim një situatë në cilën lidhja demokratike e Kosovës në fushat zgjedhore kishte pohuar që ose dalim fitues, ose shkojmë në opozit. Pra nuk pranojnë koalicion me askë. Dhe çfarë ndodhi? Mbeti vetëm një opcion në skenën politike, në tavolinë mbeti opcioni i koalicionit eventual ndërmjet vetëvendosjes dhe Partisë Demokratike të Kosovës, por për shkak të animoziteteve të mëdha, për shkak të polarizimit, për shkak të hendekut të madh ndërmjet këtyre dy partive, kjo ishte e pamundur të realizohet, të jetësohej. Dhe prandaj kjo blokadë nuk është e habitshme. Është edhe një element tjetër që ka kurzuar këtë blokadë, këtë situatë. Për herë të parë në periudhën e pasluftës, me rastin e formimit të qeverisë nuk janë llogaritur, pra janë përjashtuar votat e listës serbe. Në këtë rast ato janë 9, pra qeveria është dashur të formohet jo nga 120 deputet, por nga 111, sepse lista serbe ishte përjashtuar si nga vetëvendosja, ashtu edhe nga opozita për shkak të agresionit në Bansk dhe solidarizimit të tyre me atë agresion. Prandaj ishte
edhe një element tjetër ishte që shkaktoi këtë blokadë. Të gjithë ishin të vetëdijshëm se në masin e vitit të ardhshëm duhet zgjedhur presidentin ose presidenten e re dhe askush nuk donte të bënte qeverinë të brisht me pak numra, sepse ishin të vetëdijshëm që në tavolinë shumë shpejt do të kenë kërkesën e ndërkombëtarëve për asociacionin. Dhe askush nuk dëshironte të ballafaqohej me këtë problem sepse shkaktonte humbje në elektorat. Po them, gjitha këto elemente kanë bërë që ne tani të gjendemi në blokadë. Pra ka shkaqe subjektive, për shkak të polarizimeve të paarsyeshme, për shkak të retorikës. Kishte bërtën edhe luftës hibride që bëhet nga Serbia, është evidente, është e pranishme ajo. Por kishte edhe shkaqe objektive, to që i apostrofova deri në tani. Gjithsesi, praktikisht dy zgjedhje duken si të pashmangshme nisur nga fakti që do duhen mbi 80 e ca deputet, domethënë për të qenë prezent. Por unë mendoj se do të ishte çmenduri nëse mbahen dy parë zgjedhje, sepse thjesht ato do ta dërgojnë Kosovën drejt kollapsit financiar dhe institucional. Ka një zgjidhje tjetër që është më arsyeshme, më logjikshme, dhe kjo konsiston në këtë, që këto ditë të ardhshme, pra, klasa ynë politike, pavarësisht animoziteteve, të merren vesh që të votohet një qeveri e pakicës, se ka edhe një mundësi që zoti Kurti vetëvendosjes në fakt i ofrohet mundësia për bërjen e një qeveri e pakicë, ose të bëhet një qeveri teknike për vetëm 4-5 muaj, vetëm deri në pranverë, në mënyrë që ajo të bëjë miratimin e buxhetit, qeveri teknike ku do të përfshirëshin gjitha partitë, proporcionalisht në bazë të numrave që i kanë në parlament. Edhe ajo qeveri të funksionoj 4-5 muaj, do të mos mbahen në zgjedhjen në dhjetor, por në pranverë, ajo qeveri të ketë një minimum të obligimeve të miratoj buxhetin, të ratifikoj disa marrëveshje ndërkombëtare për liferim të fondeve nga Bashkimi Evropian, të bëjë disa reforma që janë kërkuar për 880 milionet nga plani i rritjes së Bashkimit Evropian dhe kaq, dhe të përgatis vendin për zgjedhjet në mars ose prill. Përndryshe, mbajtja dy parë zgjedhjeve në dhjetor dhe pranverë është krejtësisht e pakuptim, sepse mushtroj pyetjen nëse zgjedhjet mbahen në dhjetor. Nuk druaj që asë do të arrihet të numërohen vota, të certifikohen rezultatet, të bëhen koalicionet deri në prill ose mars. Dhe ne prapë do të shkojmë në zgjedhje. Është absurde, do të thotë, por ne kemi një skenë të çroditur politikën në Kosovë aktualisht. Zgjidhja vetme, po përsëris është ketë një qeveri të pakicës ose qeveri teknike nga gjitha Po Kurti dhe ta dërgojnë vendin në zgjedhjen e pranverën e ardhshme. Po Kurti duket i vendosur, zoti Koci, që të mos lëshojë në këtë histori, të paktën në deklaratat e tij publike. Kjo ka qenë evidente nga përfundimi i zgjedhjeve në shkurt. I pa kompromis ka qenë edhe qëndrimi i opozitës, do thotë që të mos shkohet në koalicion me vetëvendosjen. Ndonse, për të qenë sinqert, ka qenë një propozim i lidhjes demokratike të Kosovës, i cili nuk është marrë seriozisht, mendoj se ai ka qenë zgjidhje. Ata kanë ofruar para 4-5 muajsh që bëhet një qeveri e unitetit kombëtar nga të gjitha partitë politike deri në pranverën e ardhshme. Dhe rrjedha e zhvillimeve politike në këta muaj tregoi që ata kanë pasur të drejtë, do të thotë, formimi një qeverie të unitetit kombëtar ka pasur shumë kuptim, kishte bërë sens sepse Kosova do të deblokohej, nuk do të kishte bllokim të buxhetit, do të miratohej buxheti dhe do të përgatiteshin zgjedhjet për pranverë. Por çuditërisht këtë propozim të lidhjes demokratike nuk e kanë marrë seriozisht as vetëvendosja, po as dy partitë tjera opozitare në Kosovë, Partia Demokratike dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Jam i habitur sepse tani Kosova është para blokadës. Nëse nuk reagohet, nëse nuk gjendet një zgjidhje brenda pak ditësh, pra deri në një nëntor, Kosova me hap të sigurt është duke shkuar drejt kollapsit financiar dhe kaosit institucional.
Ndërkohë, zoti Koci, lajmet këqija na vijnë nga Serbia, një qendër re ruse, thuhet se do të rihapet. Çfarë informacionesh kemi? Tani kjo është bërë ditur këto ditë, nuk është saktuar çfarë, një ekziston në nish, por ka koinciduar me deklaratën e fillimisht të zotit të presidentit Vučić, i cili tha se në asnjë variant Serbia dhe kurrë nuk do të njohë pavarësinë e Kosovës. Nga ana tjetër, kemi një deklarim të bashkëpunëtorit të ngushtë të presidentit Vučić, zotit Vulin, i cili hapur pa dorza, pa ekuivoke, tha se Serbia do të angazhohet, do të luftojë, nuk e potencoi ushtarakisht, diplomatikisht apo vetëm politikisht, për jetësimin e asaj që ata e quajnë tani bota serbe, por që nuk është asgjë tjetër pos Serbia madhe. Dhe këto dy ngjarje kanë koinciduar dhe nuk besoj që janë të rastishme. Kjo tregon se udhëheqja më e lartë në Serbi ka mbështetje nga Rusia për jetësimin e këtij projekti shumë të rrezikshëm për paqen në Ballkan, për rrezikshëm për Bosnjën, për Kosovën, Malin e Zi, kisha për të thënë edhe Maqedoninë. Edhe më herët e kemi biseduar që nuk përjashtohej mundësia që trazirat në Serbi, lëvizja studentore, tjetë instrument, ndoshta dhe i shërbimeve sekrete ruse, cilat kështu e shantazhojnë Vučićin, do të thotë, e shantazhojnë në kuptimin që ose mbetesh pranë nesh dhe nuk bën më lojën e dy karikave, ose ne të përmbysim. Dhe zhvillimet e javëve të fundit e këtë teze kanë bërë bukur shumë të qëndrueshme. Do të thotë, duket sepse retorika që përdoret ditëve të fundit, javëve të fundit në protestat brenda lëvizjes studentore, nuk është asgjë tjetër pos riciklim i oratorisë së Slobodan Miloševićit të para 36 vitesh. Nuk dallojnë fare madje kanë filluar të akuzojnë Vučićin, jo pse do të thotë si lëvizje emancipuese do të duhet të ofronin ndonjë zgjidhje për Kosovën në kuptimin e normalizimit të marrëdhënieve, nëse jo të njohjes, por e akuzojnë se ka bërë hapa në drejtim të njohjes së pavarësisë së Kosovës, dhe kjo flet shumë për këtë lëvizje në Serbi, dhe flet që kjo lëvizje nuk ka elemente emancipuese dhe demokratike ose pro-evropiane. Edhe nëse ka elemente pro-evropiane në televizje, ato duke se tani janë në pakic dhe se kjo lëvizje është kapur nga shërbimet sekrete ruse. Ndërkohë, kemi në vazhdim të argumentit, kemi, le të themi, edhe një luftë hibride në Kosovë, zoti Koci. Kemi arrestimet njerëzve të medias që akuzohen për çfarë ka ndodhur në realitet? Tani duhet pak çmitizuar, sepse arrestimi i zotit Sheholli nuk mendoj se paraqet ndonjë befasi. Do të thotë, opinioni kosovar ka njohur zotin Sheholli, ka bashkëpunuar me Tazim gjatë periudhës 90-99, deri në përfundim të bombardimeve. Zoti Sheholli ka punuar në mediat e këtushme, cilat kanë qenë të kapura nga Serbia, do të thotë. Nuk ka pasur në ato media shqiptare. Ka pasur rrallë ndonjë shqiptar në kolaboracionist, do të thotë. Prandaj arrestimi i tij nuk është i befasishëm, por unë mendoj se ka diçka tjetër që është edhe më rrezikshme. Shofet ditëve të fundit ka oratori urrejtje, jo vetëm ditëve të fundit, javëve, muajve të fundit në skenën mediale në Kosovë është e pranishme shumë oratoria urrejtjes. Dhe unë jam bukur i sigurt që ajo është e injektuar në mënyrë të tërthort si segment i luftës hibride nga Serbia. Sot është shumë lehtë dhe nuk kushton shumë që në një hapësirë atje në Beograd të angazhosh disa profesionistë të mediave ose të propagandës
të bësh qindra profile të rrejshëm me emra shqiptar dhe pastaj të shkruash mesazhe porosi për të dirigjuar skenën politike në Kosovë, dhe ato të plasohen në Kosovë, dhe ato nga njëherë merren mjerisht, nga njëherë për shkak të mungesës së profesionizmit të mediave tona, nga njëherë për shkak të rrethanave të çuditshme, të pakuptueshme, transmetohen në Kosovë. Të paktën, nëse jo në media, qarkullojnë në rrjetet sociale, dhe unë mendoj se kjo është bërë tani një segment shumë i rrezikshëm i luftës hibride që Serbia bën në raport me Kosovën. Mendoj se synim kanë përçarjen sa më të thellë, sa më të madhe, jo vetëm të skenës politike, por edhe të opinionit shqiptar në Kosovë. Ne këto ditë ballafaqohemi me këto akuza, secila palë akuzon palën tjetër se bashkëpunon me Serbinë. Është e pamundur që populata, elektorati i vetëvendosjes ose i opozitës në shumicë të jenë në anën e Serbisë. Kjo është e pamundur. Mund dhe ka individ, qoftë në parti, qoftë në institucione, qoftë në media, që mund të jenë bashkëpunëtor të Serbisë. Mund dhe janë, por të akuzosh komplet të zënë vetëvendosja opozitën se po punon me Serbi, ose opozita vetëvendosin se ata janë dorë zgjatur e Serbisë, kjo është shpenduri. Dhe kjo kam përshtypjen është injektuar pjesërisht edhe nga ky segment i luftës hibride që është duke ardhur nga Serbia, dhe që nga një pakicë ndoshta është duke u akceptuar me vetdije, por nga shumica pa vetdije, do të thotë. Është edhe pasojë e mungesës së edukimit mediale, mungesës së kulturës politike dhe shumë rrethanave tjera, sepse mos harrojmë Kosova ka dalur nga okupimi serb para 25 vite, por pas okupimit 100 vjeçar, do të thotë 120 vjeçar. Prandaj e konsideroj shumë të rrezikshëm këtë segment të luftës hibride të Serbisë që është duke u zhvilluar kundër Kosovës, dhe kohëve të fundit ka ngritjet vetëdijësimit në Kosovë, sidomos pas arrestimit të zotit Sheholli për këtë fenomen, por druaj që ende jo në masat e duhura, në masën e duhur dhe në nivelin e dozës së rrezikut që paraqet ai kombinim i luftës propaganduese dhe hibride të Serbisë ndaj Kosovës. Po them, tehu është përçarja në dysh klasës politike dhe opinionit kosovar. Dhe deri me tani mjerisht më duhet të them që nëse ata që ndrojnë pas kësaj lufte, ata nuk kanë pasur sukses. Ja kanë arritur skena politike në Kosovë dhe opinionin në Kosovë sot janë shumë të përqarë, shumë të polarizuar. Kisha për të thënë, nuk ka qenë asnjëherë në këto përmasa polarizimi dhe përqarja në Kosovë e pranishme siç është tani. Po, dhe që mundet që as me zgjedhjet mos zgjidhet, zoti Koci? Nëse klasa politike do të gjejë minimumin e bashkëpunimit, minimumin e marrëveshjeve, konsenzusit, kompromisit, kjo luftë që bëhet në bindjen time, jam i sigurt që është luftë hibride, segmenti i luftës hibride nga Serbia. Jam i sigurt në këtë, normalisht që kjo do të thellohet, por kjo do të eliminohet, do të shkrihet nëse klasa ynë politike do ta kuptojë që nuk janë armiqë ndërmjet vete. Nuk janë armiqë, janë kundërshtar politik që në një moment caktuar duhet të gjejnë një minimum të konsenzusit për atë që është interes nacional i Kosovës. Aty duhet të harrojnë intereset e tyre partijake, të lënë anash interesat partijake dhe të nxjerrin Kosovën si interes parësor, të flijojnë secili nga pak, nëse ka nevojë edhe nga elektorati, sepse në të kundërtën dështimi eventual i Kosovës nuk do të sjellë atyre asgjë pastaj, nuk do të duhet pastaj elektorat. Nuk kanë për të gëzuar atë elektorat nëse ndodh diçka keqe me Kosovën. Dhe unë duaj shumë që zhvillimet në Kosovë nuk janë duke shkuar në drejtim të mirë, përkundrazi janë duke shkuar në drejtimin e armiqve të Kosovës, cilët duan që Kosovën ta prezantojnë si projekt i dështuar në Ballkan, dhe duke dëshmuar tezën e vjetër serbe 120 vjet që shqiptarët nuk dinë të qeverisin.
udhëheqja kosovare duhet ta ketë parasysh dhe nëse për asgjë tjetër, për hir të saj dhe për hir të sakrificës dhe viktimave 100 vjeçare, jo vetëm 25 vjeçare, 6 vjeçare, por 120 vjeçare, të harrojnë, të lënë anash për një moment interesat partijake. Sepse po duhet të them edhe një gjë. Që për një vend të etabluar, ta them si Shqipëria, nuk është tragjedi. Se Shqipëria ka ulse në Kombet Bashkuara, është vend antar i NATO-s, është antar i etabluar i Bashkisë Ndërkombëtare. Kosova nuk është. Kosova nuk ka ulse në Kombet Bashkuara. Kosova nuk është e pranishme në shumë organizata ndërkombëtare. Edhe Kosova është në fazën e dëshmimit të aftësisë së shtetëndërtimit. Pra nëse për tjerët që janë shtetet e etabluara, kjo nuk do të ishte tragjedi, për Kosovën mund të jetë tragjedi. Sepse këtë e duan gjithë ata që janë kundër pavarësisë së Kosovës. Edhe Rusia, edhe Serbia do t'ja përplasin Amerikës këtë, si ja çfarë keni bërë. Keni bërë një shtet që është duke shkuar drejt të dështimit, sepse nuk janë gjendje të merren vesh për formimin e një qeverisë, edhe në qeverie edhe pas 9 muajve. Një shtet do të vërtetojnë tezën e pafuqisë Kosovës për të bërë shtet dhe kjo do ishte realisht tragjike për gjithë shqiptarët.